Opozita, edhe pse nuk të riqet nga vendimi për marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin, vijon punën para përgatitore për të kundërshtuar çdo projekt ligj të shumicës, i cili do të diskutohet në komisionet kuvendore. Drejtues të lartë të Partisë Demokratike, kryetar dhe nën-kryetar të komisioneve kuvendore, janë thirrur para ditën e së hënës nga kryetari Lulzim Basha për të diskutuar mbi aksionet që opozita do të ndërmarrë ndaj nismave të qeverisë. Burime nga Selia Blu bëjnë me dije për News 24 se në tryezën ku ka marrë pjesë edhe krye republikani Fatmir Mediu, janë vendosur piketat për veprimtarinë e grupeve të punës, të cilat do t'i bëjnë oponencën çdo projekt ligji të shumicës. Partia Demokratike ka parashikuar ngritjen e 8 grupeve të punës, të cilat do të kundërshtojnë projekt ligjet e qeverisë jo në komisione, por përmes deklaratave për media. Përbërja e grupeve do të bëhet sipas ndarjes që deputetët kanë nëpër komisionet e kuvendit, në mënyrë që asnjë nismë ligjore e shumicës të mos kalojë në heshtje. Të njëjtat burime konfirmojnë se vëmendje të veçantë në mbledhje me dyert të mbyllura të demokratëve ka marrë edhe nisja e procedurave për mbledhjen e firmave me qëllim mbajtjen e referendumeve lokale, të cilat synojnë rrëzimin e ndarjes së re territoriale. Nën-kryetari demokrat i Komisionit të Ligjeve, Oerd Bylykbashi, pritet që të udhëheqë grupin e punës i cili do të organizojë vendorët për të kundërshtuar hartën e re territoriale, e cila do të dërgohet edhe në gjykatën kushtetuese. Agjenda e ngjeshur e Kreu Demokrat ka ndryshuar edhe aktivitetin e përjashëm të demokratëve, të cilët nuk zhvilluan sot mbledhjen e grupit kuvendor, e cila rregullisht mbahet çdo